Ernest Muçi pak nga pak po shpërblen besimin që i ka dhënë trajneri Solskjaer në radhët e Beshiktashi. Pas paraqitjeve të mira në ndeshjet e kaluara sot ka ardhur goli në Kupën e Turqisë. Futbollisti shqiptar ishte titullar në ndeshjen ndaj Göztepe dhe që në fillim u shfaq rrezikshëm para portës. Megjithatë momenti i tij do të vinte në minutën e 30 të ndeshjes kur ju shmang pozicionit jashtë loje dhe ja doli të shënonte në portën kundërshtare duke i dhënë avantazhin e përkohshëm 1-0 Beshiktashi. Kësaj Muçi u kthye te goli pas 2 muajsh thatësirë pasi për herë të fundit kishte shënuar po në kupë në fillim të muajit shkurt. Këtë sezon sulmuesi i kombëtares ka luajtur 22 ndeshje në kampionat duke shënuar 4 gola dhe 3 ndeshje në kupë duke shënuar 2 gola.